Vuani nga gurët në veshka, kjo recetë do ju befasoj. Ne kemi sjellë disa këshilla për ju se si të parandalohen gurët e veshkave. Përveç se është e nevojshme të pihet shumë ujë i pastër, të hahet ushqim i pasur me kalcium, magnez dhe vitaminë B, është interesant që limoni ose uthulla e mollës mund të ndihmojnë në luftën kundër gurëve të veshkave. Shtimi i limonit të freskët ose uthullës në pije gjatë ditës do të ndihmojë në shërimin e trupit dhe përveç kësaj, në mënyrë efikase ju do të bllokoni formimin e gurit në veshka. Këto lëngje po ashtu ndihmojnë edhe në shpërbërjen e shpejtë të gurëve ekzistues. Në simptomat e para të dhimbjes në veshk të shkaktuar nga gurët, përzieni vajin e ullirit dhe lëngun nga limoni organik. Pini përzierjen menjëherë me një gotë ujë të pastër. Prisni gjysmë ore dhe pastaj shtrydhni lëngun e një gjysmë limoni dhe përzieni me një gotë ujë të pastër. Shtoni një lugë uthull molle dhe pijeni. Përsëriteni derisa rezultatet të jenë ato që ju dëshironi.